Mirëmbrëma dhe përshëndetje adhurues të basketbollit dhe Superligës së Kosovës në basketbol. Siç po shihni me pamje dhe duke përcjell nga vendi i ngjarjes në palestrën Gjakov në Shaninushi, ku do të kemi përballjen e dy skuadrave që deri më tani në Superligë kanë vendosje diametralisht të kundërta asaj përket tabelës. Lideri Bashkimi që edhe pse është dashur të ishte si vendas, por në fakt ka udhëtuar për në Gjakov, ku do të ballafaqohet me ekipin e fundit në tabelë. Shohim regjia teksa na shfaq edhe rosterin e plot të dy skuadrave, ndërsa asaj përket pesëve startuese tek Bashkimi, trajneri Igor Jovic. Po shimë grafikisht këtë ndeshje do ta nis me Kyle Anderson, Isaiah Cousins, Dequan Lake, Meriton Ismaili dhe Lejson Zeqiri. Kjo është pesja e Bashkimit, ndërsa tek Kuqëzint, tek vllaznimi Krivokapic, këtë përballje nis me Marcus Warwick, Jericho Helms, Joranej Samir Zekici dhe Ron Dasyla. Në përbërje treshja e gjyqtarëve me kryeja Margjekovic, Arjan Kurtalanin dhe Besim Vitakun që po e shihni në ekran. Ndryshe sa i përket kësaj xhiroje në Superligën e Kosovës në basketbol, janë zhvilluar dy takime ku Sikaq Prishtina unë poshtën nga Golden Eagle Ylli, ndeshje që u zhvilluan dje dhe apo mbrëm në terminin e njëjtë nga ora 18:45, në cilin termin zhvillohet pra ky takim, kurse Raveci pësuan humbje në shtëpi me diferencë të lartë kundër Borës, 65-85, përveç kësaj përballje sonte nga ora 20 do të kemi normalisht klasikën, derbin në mes të Pes dhe Terepqës në Karagaq. Ndeshje që normalisht do të keni mundësinë ta përcjellni në kanalet e sportit të Art Motion. Shohim edhe fillimisht trajnerin e Niko Qirve, ndërsa në anën tjetër edhe Krivokapic që pas hymnit shtetit tonë që intonohet zakonisht para çdo ndeshje, normalisht i jepet rëndësi edhe hymnit që e themi himnit kombëtar, pak ditë pasi festuan edhe ditën e flamurit. Normalisht në qytetin që edhe si simbolik kanë ngjyrat kuqezi, po u të paktën nga pjesa e tifozerisë gjakovarëve intonuar himnin kombëtar. Nuk nis ndeshja, por kjo është një traditë tani më gjithandej. Në fakt një prani e kënaqshme deri më tani në palestrën Shaninushi. Të them drejtën, momentin që arritëm orë më parë në qytetin e Gjakovës, duke parë zbrazur palestrën dhe motin me shi jashtë, mendova se do të kishim një ndeshje pak më depresive, por jo, gjakovarët kanë paktën përgatitur për ekipin e tyre, sado që nuk janë në pozitë lakmueshme në Superligë, të paktën të mos mungoj përkrahja. Shohim aksioni parë aty për Bashkimin që rezultoni pa suksesshëm.
Gjithsesi humbin topin edhe gjakovarët aty pas asistimit të Warwick për Dasylën. Dy aksionet e para për dy skuadrat rezultojnë me topat e humbur, por është vetëm fillimi. Jemi në momentet e para të çerrekut të parë. Sjellëm tani më aksionin e skuadrës së Bashkimit, mirët një top aty dhe tranzicioni shpejt me një coast to coast dhe arrin shënon Jericho Helms pikët e para që sonte shënon Shani Nushi nga Kuqezint. Edhe pse në fakt i ke parë dhe fanelat e Bashkimit pak ka dallim në mes asaj ngjyrës portokalli që është ngjyra simbolike e Bashkimit. Kemi faulin e parë. Është dalur aty Meriton Ismaili. Dhe do të jetë basketbollisti i parë në vitin e quajtjeve të lira. Shënon njërë nga dy tentimet Ismaili. Me njerë gjakovarët dalin me një aksion të shpejt atje, vjen fauli. Tani nga Ismaili i fauluar pak më parë është ai që në fakt ishte Zeqiri sakt paraprakisht me faulin, se që tjetë nis me të rivënje. Dhe vazhdon aksioni vllazënimit, pasimi aty i dy basketbollistëve të huaj, por nuk shënon Anej. Bëjmë aksion në radhës të Prizrenasve. Tentim për të përktuar me një kthim aty, por mbrojtje mirë e gjakovarëve. Dasyla gjen hapësirën e mjaftueshme aty të përvidhet e më pas me një pull-up që shënon pikët e radhës Marquis Warwick. Në anën tjetër duhen që të kundërpërgjigjen për të balancuar rezultatin me një treshe Bashkimi, por i pa suksesshëm ishte në atë rast playmakeri i Prizrenasve. Edhe njerë për 3, 0 për 2 jashtë perimetrit në dy aksione Prizrenasit. Në anën tjetër dalet me faul ai tranzicion shpejt. Përdyshe sa për informat harovat përmen që pyetja është gjiro e 8 në Superligën e Kosovës në basketbol. Skuadra e Bashkimit vazhdon të jetë skuadra e vetme deri më tani me bilans të 100% sa i përket ndeshjeve, pra me 7 fitore nga 7 takime të zhvilluara paraprakisht. Në anën tjetër gjakovarët për 7 ndeshjeve me vetëm një fitore deri më tani. Bashkëveprim aty, por nuk arrit ta zotron topin deri në fund. Cousins në anën tjetër, tentimi për 3 pa suksesshëm. Deri më tani jo sakt jashtë perimetrit dy skuadrat. Rikuperon topin dhe me një follow-up arrin që Cousins megjithatë shënon pikët e tij të para. Dhe pas një thatësie pak minutëshe pa pikë për Bashkimin që kushtojnë tani me rezultatin në 3-4. Por jemi diku gati 4 minuta nga fillimi i çerrekut të parë të ndeshjes.
total 7 pikë janë shënuar pas një Moric gabimesh për dy skuadrat në disa aksione. Tjetër tentim ishte fundi i kohës së aksionit. Në një mënyrë ishte i detyruar aty Helms që thirroi nga topi. Dy skuadrat deri më tani jashtë perimetrit 0-2. Por në për të dëshiruar deri më tani edhe preciziteti ullet edhe i sidomos bashkimit brenda perimetrit 1/5, 20% derisa gjakovarët kanë shfrytzuar 2 prej 3 aksioneve dhe kushtimisht me tentime për 2 pikë. Tjetër quajtje për 3. Mungon precizitetin nga distanca për të dy skuadrat. Dasyla insiston aty, por dalet me një blokad. Dalje shpejt në anën tjetër, mungohet në mënyrë atraktive të shënon Lejson Zeqiri dhe vetëm sa edhe shkakton reagimin e gjakovarëve në Shani Nushi. Në një mënyrë duke i ofruar knatësi tifozëve vendas me atë tentim pa suksesshëm. Vjen ndrimi, pikërisht do të pushohet Zeqiri. Janjeva inkuadrohet, Muhamet Ali Janjeva në vend të tij. Deri në fund aty, por nuk shënon Marquis Warwick. Ja dhe kontakti parë i Muhamet Ali Janjevës. Vetëm jashtë perimetrit Meriton Ismaili. Vazhdon tjeti pa suksesshëm. Aksion tani të vllaznimit. Insiston deri në fund dhe arrit që aty Jericho Helms. Edhe skuadra e vllaznimit pas disa minutave po shënuar i këto pikë tani për ta kthyer prapa të përsin maksimale prej 3 pikë. Quajtja e radhës për 3. Anderson tjetër rekuperon topin me një rebound në sulm aty pas asistimit të Samir Zekiqit dhe shënon në quajtjen e dytë. Pastaj Joranej. Kemi timeoutin e parë. Pikërisht pra rezultatit 3-8 për gjakovarët, duke shënuar kështu edhe e përsin më të lartë deri më tani, cila shkon në 5 pikë. Shohim disa prej momenteve të paka shumë pak më shumë se gjysma e parë, themi të çerekut të parë që ka kaluar. Megjithatë, siç po e shihni, për të shëruar këto tentimet nga distanca për të dy skuadrat, 0-5 janë vendasit, 0-3. Në fakt 0-5 bashkimi, 0-3 skuadra e vllaznimit.
Qaj Matej Ljerot, shumë bukur nën koshin e vllaznimit nga Warwick. Basketbollisti i Bashkimit. Të prej për pak qaste banka zyrtare me një konsult me gjyqtarët në ndeshjen për shkak se duket nga lista fillestare e dorëzuar bën një gabim teknik, pra sa i përket paraqitjes së një basketbollisti tek Bashkimi. Për fjalë për duket që vetëm ka ardhur deri tek ndrimi i fanelave në mes dy lojtarëve të Bashkimit me atë që është paraqitur në listën e trajnerëve, pra cila që tjetë teknik që të rregullohet, nuk është që ndikon diçka në lojë rezultat. Jeremiah Bailey që në listë është paraqitur me numrin 4, në fakt është me numrin 10. Vjetë Tasula në vine quajtjeve të lira. Pikërisht Bailey me një pasim pa shikuar, apo no look pass për Cousins. Shtohet rezultati në vetëm 2 pikë tani më. Quajtja për 3. Personal në partë Ronda Sylës. Nis loja Gjako në këta akcion dhe sa e radhë është Cousins me asistim. Duke që është rregulluar gjithçka, pra Jeremiah Bailey që tani ka peshur edhe fanelën me numrin 4, cila që tjetë për qëtë ka akcion të vllaznimit, një fade away, por i pa suksesshëm aty. Pikërisht tani që dhe shumojnë ma herët pikët e fundit para ati time-outi për vllaznimin. Gjuajtja për 3. Nuk ka pikë edhe më tutje për 3. Anën tjetër
Dalet me faul për pak nuk arrin të shënon aty edhe Marcus Warwick, si që tjetë, do tjetë në vime gjuajtjeve të lira. Warwick që ka 2 pikë deri më tani me 2 tentime nga loja i sak për 2, por nuk qëlloj për 3. Një tentim që pati më herët. Dalin atë akcion tani vllaznimi dhe fauli nga Bailey që ndalë kundër zbritjen e vllaznimit. Duhet të thënë goxha faula të shkaktuar deri më tani. 10 faula në total për diku pak mbi 8 minuta loje. Sa veçan duke shikuar edhe aspektin statistikor të 2 skuadrave si po qëndrojnë me saktësinë nga distanca këtë sezon. Pak mbi 30% 2 skuadrat dhe pikërisht në atë moment vinë edhe pikët e para jashtë perimetrit për Bashkimin. Ajo që vërehet tek Bashkimi, sidomos loja ofanzive që nga inkuadrimi i Baileyt që është shpejtuar goxha loja e Bashkimit. Pikërisht tani rikuperon një top në mbrojtje duke detyruar vllaznimin shkojnë deri në sekondat e fundit të aksionit. Në anën tjetër shfrytëzon shtatlartësinë e tij Anej. Ndërsa kemi faul në sulm këtu. Shte personalja e pare qendrës Jor Anej. Parazohet rezultati tani me 13 me 13, kur jemi në 20 sekondat e fundit të çerekut të parë. Që me një step back aty tenton, por faulohet Jon Ismaili. Sa shka goxha faula gjatë çerekut të parë. Kemi ndrimin tek
Prizrenasit. Pushohet Jeremiah Bailey, Isaiah Cousins kthehet në vend të tij. Ka një diskutim me sa për larguarin Bailey, trajneri Igor Jovovic. Derisa Jan Ismaili në vinë gjuajtjeve të lira është i saktë në tentimin e parë. Jan Ismaili 2-2, duke kthyer përsinë e gjakovarëve 2 pikë. Kthehet Helms tek vllaznimi pushohet Warwick. Pull-up i suksesshëm tani nga Cousins që shënon pikën e 6 personale. Ismaili. Nga gjysmë distanca. Nuk ka pikë aty, tenton një alley-oop, Lejson Zeqiri aty me Bickerstaff për pak sa nuk shënohet koshi nga distanca. Siro që tjetë mbyllet qereku i parë në fund me rezultat të barabartë 15-15, ku do të thënë gjatë qerekut e parë ishin Aiden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti bu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti bu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Kemi kthyer pas një pauzë të shkurtër dhe marketingut. E sa i përket asaj që po shohim në parket, pasi jashtë parketit një gjë që karakterizon këtë region është rrafshi Dugaxhinit për bukurinë e gjinisë njom. Por sa i përket ndeshjes në parket, pra rezultat të barabartë u mbyll qereku i parë. Bunjaku që mundohet shënati me një floater, por po suksesshëm përsëri nga vllaznimi që nisin me shënim edhe qerekun e dytë, sikurse atë të parin, para se të shkojmë në blokun e marketingut shkurtër. Desha them sa i përket 10 minutë të parë tek skuadra e vllaznimit është shkëputur Helms me 8 pikë, pra duke pak mbi gjysmën e pikëve të qerekut të parë që shënoi. Në fakt, më pak se gjysmën, pasi ishte Helms që shënoi pikët e para në këtë qerek. Gjithsesi është realizatori më i mirë deri më tani tek Prizrenasit. Interesant që kontribut
Dhanë në gjysmën e pikëve dy lojtarët e futur nga banka. Air ball aty pas një tentimi për 3 nga Jon Ismaili. Ishte Bailey dhe Bickerstaff që kontribuan nga banka e bashkimit në qerekun e parë. Bailey me 5 pikë, Bickerstaff me 3 thash, që nga ai momenti kur inkuadrua Bailey goxha e përshpejtoi edhe lojën dhe të ka stetën aksioneve të skuadrës bashkimit, por të paktën deri më tani po marr parasysh formës dhe deri tanishme dy skuadrave këtë sezon dhe pozitës në tabel fare nuk duken që dhe nuk ndjehet edhe këtu prani një lloj inferioriteti nga Gjakovarët, përkundrazi duken goxha të motivuar që t'jenë ata, ndoshta eventualisht që do t'i shkaktojnë humbjen e parë bashkimit. Ka edhe shumë deri në fund. Do të shohim cili do të jetë epilogu i kësaj ndeshje të sonshme. Loja paraprakisht aty me faulin Cousins. Më duket që trajneri i vllazninit Rajko Krivokapić është i kënaqur me mbrojtjen tek aksioni fundit i Prizrenasve. E presioni dhe tani arrin ta ngritë palestrën Shani Nushi në këmbë pas një relativisht qetësie nëse krahasoj me këtë reagim të Gjakovarëve pas treshës e cila vjen nga realizatori më i mirë deri më tani tek vllaznimi Helms. Këto ishin pikët më herët Helms. Dy pikë shqiptar në këtë qerek. Tjetër shënim aty që erdhi Kolimero dhe më pas edhe treshja reagimi arsyeshëm nga pjesa e publiku Gjakovar, pasi ishte treshja e parë pas disa tentimeve të pa suksesshme, tek në tentimin e 6 shënuan atë 3 pikë, por jo që qëndrojnë më mirë edhe liderët e kampionatit në anën tjetër Prizrenasit me 1-7 nga distanca. Sido që tjetë kemi ajo që nuk po mungon sonte, janë faulat thuajse në çdo dytin aksion. E me këtë ritëm do të shohim a do të arrijnë gjithë basketbollistët e dy skuadrave ta mbyllin ndeshjen deri në fund, po tani kushtimisht përjashtuar paraprakisht sipas rregullave nëse arrin numrin e caktuar të faulave, por
ndoshta Hovi do të ndalet në pjesën e dytë, sido që tjetë në vija quajtjeve të lira tani më vinë pikët e radhës të bashkimit. Jan Ismaili për 3, nuk shënon. Do të rikuperon topin aty Kolimero pas sukses. Dalin shpejt atje, me një pasim për Zeqirin, i cili faulohet. Kthehet Dasyla. Largohet Jan Ismaili. Ismaili që shënoi 2 pikë në diku rreth 5 minuta që luajti në total. Do 2 pikët nga 2 tentimet e gjuajtje të lira, ishte 0-2 nga loja. Të dyja tentimet e pas sukseshme nga distanca, nga pas futbollistë të ri, sido që tjetë. Kemi tani aksion në radhës, kapiteni tani, Ati Koshi, që është inkuadruar për herë të parë, super pasimi Dasyles dhe përveç se shënon aty Leo Kolimero, menqërarin nxjerr edhe faulin, do të ketë një end one. Një gjuajtje të lirë me ose pak të gjuajtje vllaznimi arrin e përsin 2 shifrore prej 10 pikëve, po të shohim tani kanë arritur ta rikuperojnë topin, edhe pse nuk shënoi. Pas ati ndrimi ku tek bashkimi po shohet Bailey dhe Cousins u inkuadruan në vend të tij, në fakt edhe kërkohet time out. Shohim një disa prej aksioneve dhe shënimeve në këtë qerek, për ndryshe këtë qerek që kanë kaluar 3 minuta e gjysmë, rezultati në këtë qerek është 11-1. Pra 11-1 rezultati momental. Gjuajtja për 3 aty, Dasyla nuk shënon, por arrin ta marrin topin përsëri e gjakovarët me gjithatë. Shkel via utit aty nga basketbolisti i vllaznimit Ziggy Reed. Pikët nuk pranon, pasi kishte faul në sulm. Shohim më njerë.
Reed me një spin aty, nuk shënon pran Cousins, i cili rikuperon topin me rebound në mbrojtje. Nuk shënon Cousins, për ndryshe edhe njës me nuk e vrejta, nuk ishte faul, por ishte gabim në hapa, si rrështë tjetë tentimi për 3, nuk ka shënim aty nga Warwick. Shojmë ai crossover nga playmakeri i Bashkimit që lëshon në fund një super pasim. Pikët e Daquan Lake. Por themi që merita më e madhe aty ishte Kian Anderson që fillimisht arriti të përvidhet pranë themi lojtarit të vllaznimit që po e mbulonte, pastaj lëshoi asistimin në fund. Shojmë është këtyrë në parket dhe Anej me njerë aty duke shfrytzuar shtashtësinë e tij. Kapitalizon në koshën e Prizrenasve. Prap kthehet e përsia të shifrore prej 10 pikëve për Gjakovarët. Edhe një herë vizioni fantastik i playmakerit Anderson kësaj radhe me një no look pass. Dorso Anej tenton treshën aty. Ismaili ka rikuperuar topin e qendra e vllaznimit kërkonte ndrimin, duket që ka ardhur deri tek një lëndim. Shohim duke sikur një lëndim, tërheqje muskulare pasi ashtu sinjalizonte. Shohim sa është lëndim signifikant ky, pra që eventualisht nuk do t'jetë në gjendje të kthehet prap në parket. Anej cili kontriboi me 4 rebounde e 4 pikë për afër 12 minutave sa qëndroi në parket. Në anën tjetër Cousins i asiston në mesin e 2-3 lojtarëve aty, por edhe pse nuk shënon përmirëson bashkëlojtari i tij Meriton Ismaili dhe se kjo një seri e suksesshme tani e Bashkimit, që të e ngushtojnë disavantazhin në 4 pikë me seri 6-0. 3 aksionet suksesshme, 2 për cilave ishte i përfshirë, po e shohim me 2 asistime fantastike Kian Anderson. Normalisht vjen timeouti nga trajneri Rajko Krivokapic, kur kemi diku dhe pak mbi 3 minuta e gjysmë deri në fund të qerekut të dytë apo pjesës së parë në paljestrën Shani Nushi në Gjakov. Është kjo përballja në kuadër të Gjiros së 8 në Superligën e Basketbollit të Kosovës. Njerë po e përmendi që gjatë ditës së djeshme u zhvilluan 2 ndeshje. Sigali që pësuan humbje në shtëpi nga Golden Eagle Ylli, Raveci nga Bora e sonte përveç këtij takimi normalisht mendja kryesore në përgjithësi në këtë Gjiro është tek njëra prej, po e them qëllimisht, njëra prej klasikeve të basketbollit të Kosovës, që është përballja në mes të 5 dhe 3 nga ora 20 më vonë. Si do që tjetë, shojmë pas timeoutit tani. Shkon aty deri në fund, por ndalet Helms. Megjithatë nuk arrin ta mbajnë topin Prizrenasit.
këtë topave të humbur, ishte 7 ky nga bashkimi kundrejt 4 që kanë pasur deri më tani Gjakovarët. Shojmë Ziggy Reed. Në vinë gjuajtjeve të lira. Anderson, Bonjaku, Lejson Zeqiri tenton këtë treshe ballore jo i sakt. Zekici që merr topin aty me rebound në mbrojtje e Ziggy Reed me këtë 2 pikësh e bën për para vllaznimin me këtë e përsi tani prej 8 pikëve. Ishte ndal Anderson me faul. Njëzet e 3 faulat shkaktuar në total deri më tani. Por interesant përveç një basketbolisti tek Prizrenasit, kryesisht janë të shpërndar faulat tek pjesa tërmuese e lojtarëve, tek të dy skuadrat. Top të humbur aty nga vllaznimi, ndërsa Bonjaku tani me këtë aksion Zeqiri Jan Bonjaku në ndihmë dhe realizon aty me asistimin e Lejson Zeqirit, ndërsa duke u bërë gati ndrimi tek Prizrenasit kur kemi hyrë në 2 minutat e fundit të kësaj pjese të parë. Baseline këtë tentim për 3 nga Ziggy Reed. Ishte pika e 9 personale, treshja e parë e tij në po ashtu tentimin e parë jashtë perimetrit. Kthehet Muhamet Alianjeva, ndërsa pushohet Lejson Zeqiri, dhe ne përshojmë atë shënimin më herët të Bonjakut. Ndërsa shojmë në vinë gjuajtjeve të lira Bickerstaff, i cili më herët në inkuadrimin e tij, po ashtu gjen në vinë gjuajtjeve të lira në Moskavën në çerkun e parë, duke shënuar njërën nga 2 tentimet. Të rezultat në të kësaj radhe. Shtojmë një tentim të radhës për 3. Bickerstaff shkon deri në fund, edhe pse protestojnë vendasit për atë nisjen e aksionit, me gjithatë në anën tjetër thuajse me një coast to coast aty arrin që del Warwick me këto pikë. 29 me 37.
Por vjen kundër përgjigje, ishte 2 pikësh. Shënimi brenda perimetrit nga Cousins, duke numëruar 30 sekondat e fundit të pjesës së parë në Shani. Vjen Bickerstaff, ka plani dytë ma bllokat, por Da Sylla, kjo është e rëndësishme. Blokada me gjitha të topi që rikuperohet dhe Ron Da Sylla që lëshonat të reshe. Në anën tjetër Bickerstaff insiston, nuk ka pikë. Ziggy Reed. A do të kemi shënim para se të kalon koha, është ndal akcioni aty ajo, kundër zbritje. Ziggy Reed 2 sekonda po mbyllur qereku i dytë pjesa e parë. Mundësi tani që në rast se shënon Reed nga vija gjuajtjeve të lira, Gjakovarët ta mbyllin në pjesën e parë me përsi 2 shifrore, përsi kjo e cila u arrit gjatë këtij qereku, sidomos atyre 3 minutave gjysmë para ku patën atë serinë e suksesme prej 11-1, përkundër që më pas Bashkimi arritën të kthehen deri diku në rezultat duke ngushtuar deri në 4 apo 6 pikë diferencën, por jo më shumë se kaq, pasi Gjakovarët prap arritën gjenin momentumin e tyre. Gjithsesi do t'jetë interesant pjesa e dytë, do të shohim jo rastësisht Prizrenasit janë pa humbje këtë sezon. Të shohim çfarë do të na sjell pjesa e dytë. Kjo e para mbyllet me 10 pike përsipër Gjakovarët, 31 me 41 apo 41-31. Qereku i dytë 26 me 16. Pikërisht pra këtu arrit kjo e përsi, pasi kujtojmë qereku i parë mbyll me rezultat të barabartë 15-15. Marrim një pushim të zakonshëm prej 15 minuta për të kthyer me pjesën e dytë nga Shani Nushi.